Të dashur vëllezër e motra në Krishtin. E djela e tretë e Krishmës. Pra sot, kisha nëna shfaq përpara kryqin jetëbërës. Na e shfaq si një furnizim energjish në këtë përpjekje shpirtërore më intensive që kemi nisur me fillimin para të Krishmës dhe duke shkuar drejt Pashkës. Gjithashtu është dhe një kujtesë në këtë udhëtim që ne kemi nisur. Pra mund të themi që na kujton destinacionin për ku jemi nisur. Pra drejt Pashkës. Është mjaft i vlefshëm kjo rikujtesë, që të mos harrojmë pra destinacionin e këtij udhëtimi, ndonse e kemi si një defekt, e kemi një problem, që her pas edhe harrojmë. Megjithatë, kisha nëna e kujton pikërisht sepse jetojmë edhe me vështirësitë që ne kemi. Por gjithashtu ne harrojmë edhe se ngatërrohemi me andrallat e jetës, siç thot apostull Pavli. Pra, heqim dorë gradualisht, merremi me shumë çështje të përditshmërisë tonë, harrojmë që edhe kreshmojmë, harrojmë edhe qëllimin e kreshmës, harrojmë edhe përpjekjen që ne po bëjmë, ose e zbehim gradualisht dhe madje nuk janë të njëjtat si në ditët e para që kemi filluar kreshmën. Pra, kështu ngatërrohemi edhe me drejtime të tjera dhe devijojmë nga ajo që ne duam. Kështu, dita e sotme vjen për të na e theksuar përsëri nëpërmjet prezencës së kryqit. Destinacioni ynë në këtë periudhë është Pashka. Dhe ky është destinacioni përfundimtar i kësaj periudhe dhe madje mund të themi dhe destinacioni i gjithë jetës sonë me Krishtin. Pra, bashkimi me Perëndin dhe bashkimi me këtë Krisht. Nuk ka Pashkë pa Krisht. Nuk ka bashkim me Perëndin pa Krishtin. Sa boshe dhe sa e ndryshme do të ishin të gjitha simbolikat që përdoren për Pashkë. Veza, kryqi dhe çdo lloj festimi tjetër i Pashkës. Dhe madje devijimi fillon në simbolet e botës, duke bashkangjitur simboleve tona të krishtera, duke i shtuar lepurusha, duke i shtuar pula, duke i shtuar lule e të tjerë. Thuar sikur festa është për këto. Dhe këto janë simbolika. Asnjë simbolik fetare nuk ka lidhje me këto që i shtojnë bota. Prandaj edhe her pas here, si kish jemi kundër prezantimit të këtyre simboleve që na i shton bota, thjesht në idenë e vezës. Dhe veza, qofse nuk ka Krisht brenda, është bosh. Dhe madje mund të na japi një orientim drejt Pashkës, veza me që i ngjojmë. Por festa jonë nuk është festa e vezëve, siç degradohet gradualisht. Do bëjmë veza, gjithë qëllimi është i vezës. Jo, s'ka lidhje fare. Veza është vetëm pjesë e vogël, e jashtme, demonstrative e këtij festimi që ne kemi. Krishti pra është udha e vërteta dhe jeta. Vetëm nëpërmjet tij do të arrijmë në destinacionin ton. Nuk ka rrugë tjetër paralele, siç edhe thon ose edhe dëgjojmë her pas here. Kaq din dhe kaq thon. Dhe ndoshta edhe kështu mendojnë. Pse mendojnë dhe ndoshta se din diçka. Ne kemi këtë, të tjerët kanë këtë, po gjithë një Zot, po shkojnë drejt Zotit, ka rrugë paralele. Për ne të krishterët nuk ka rrugë paralele. Për ne të krishterët rruga e vetme është Krishti. Edhe kur dëgjojmë persona që e thënë për rrugë paralele, thjesht respektojmë mendimin e tyre, por nuk do të thotë që bim dakord me heshtjen tonë, apo me mendimet e tyre. I respektojmë si mendime si persone që kanë mendime të ndryshme. Ndoshta dhe ata nuk e njohin zbulesën hyjnore, sa që njohim ne. Nuk e kuptojnë, ose
e paralelizojnë dhe krijojnë me mendje njerëzore. Besimi nuk është besim tek mendja njerëzore, është zbulesë hyjnore. Perëndia foli, zbuloi veten e tij, ne e dëgjojmë, po përpiqemi ta kuptojmë me hirin e tij, ta bëjmë tonën dhe t'i përgjigjemi atij. Perëndia foli, zbret, zbulon dhe ne përpiqemi ta bëjmë tonën dhe të bashkohemi dhe të shkojmë drejt tij. Këto janë lëvizjet. Megjithatë, Perëndia e shfaqi veten e tij ashtu siç i pëlqeu. Ashtu siç donte edhe vetë ai. Solli birin e tij të vetëm lindur përpara gjithë jetëve, jo i krijuar, por ai që është një me Atin, i barabartë dhe siç e themi të simboli besimit, Perëndi prej Perëndie. Pra i barabartë me Perëndin Atë, i mishëruar si ne njerëzit dhe që u kryqëzua dhe që u ngjall. Pra Krishti e kulmoi dashurinë e tij në kryq. Fuqia dhe hiri shenjtërues i Krishtit kur u kryqëzua i kaloi në mënyrë mistike dhe të pakonceptueshme kryqit të tij. Dhe citoj nga himnologjia e Kishës, që thot: edhe pse duket dru në thelb, pra për kryqin, ai është veshur me pushtet hyjnor. Edhe pse i dukshëm në botë, shpirtërisht bën mrekullinë e shpëtimit. Nëpërmjet Krishtit, ky kryq nga mjet të dënimi u bë mjet shpëtimi. Nga një shenjë mallkimi që ishte në atë kohë, u bë shenjë falje e mëkatesh. Nga një shenjë pajtimi, gëzimi, bekimi, falënderimi, lutje, fuqie, fitore, këtë kemi ne. Pikërisht me këto epitete janë thelbi i besimit tonë. Prandaj kryqi mbetet në qendër të jetës sonë. Dhe ka dhe një interpretim teologjik, duke i interpretuar pra dy drejtimet vertikal dhe horizontal. Ai vertikal e kemi edhe shpjeguar edhe një herë tjetër, por do të thotë nëpërmjet këtij drejtimi. Interpretimi është që Perëndia e zbuloi veten, e shfaqi veten dhe bashkoi njeriu me veten e tij. U bë bashkimi midis Perëndis dhe njeriu. Dhe nëpërmjet asaj horizontale, pra drejtimit horizontal, Perëndia bëri bashkimin e njerëzve me njëri tjetër. Pikërisht në këtë kryq u vendos Krishti. Krishti pikërisht u kryqëzua që të bëj këtë bashkim midis Perëndis dhe njerëzve me njëri tjetër. Kështu në formën e kryqit që kemi dhe prezantojmë kryqin her pas here, nuk e nderojmë si një formë gjeometrike të rastësishme, sepse do të ishte idhujtari, thjesht një kryq. Kemi kryqe të ndryshme, kemi kryqe në histori të shumta, sepse ishte mjet dënimi. Por ne nuk nderojmë ato kryqet e dënimit të sklevërve, e tjerë në kohën romake e tjerë. Por ne nderojmë kryqin e Krishtit. Sepse nderojmë Krishtin, prandaj nderojmë dhe kryqin. Dhe nuk e nderojmë pra kryqin si të shkëputur nga Krishti, por as të shkëputur nga ngjallja. Sepse Krishti nuk mbeti në kryq, por u ngjall. Nuk mbeti në varr, por u ngjall. E kështu kryqi bëhet shenja e Krishtit. Shenja prezantuese, shenja e Kishës mes të krishterëve në shekuj dhe të gjithë atyre që do ta pasojnë dhe pasojnë Krishtin. Pra, kryqi përmban thelbin e shpëtimit tonë. Na kujton shpëtimin, po na kujton gjithashtu dhe na përcjell hirin e Perëndis. Kështu ne të krishterët, përveç shpëtimit të Krishtit,
ne nëpërmjet kryqit kemi dhe domethënie të tjera. Ai është simbol i mënyrës së jetesës në Krishtin, por gjithashtu edhe i vështirësive që kalon kjo jetë. Prandaj në ikona të ndryshme shenjtorësh shohim që shenjtorë të ndryshëm prezantohen me një kryq në dorë. Nuk është që u kryqëzuan ata, por do të tregoj pikërisht to që thash, mënyrën e jetesës në Krishtin, gjithashtu dhe vështirësinë që hoqën kur ata jetuan. Prandaj dhe themi është një kryq jeta. Megjithatë, Krishti sot në fragmentin ungjillor që u lexua tek ungjilli sipas Markut, ai thot: kush dëshiron të vijë pas meje, ose në një vend tjetër, ai që më do, le të mohoj veten e tij, le të ngrej kryqin e tij dhe le të më vijë pas. Pikërisht pra do të thotë që ka dhe vuajtje kjo jetë, ka dhe vështirësi, por ka dhe gëzim, ka dhe hir, ka dhe shpëtim. Pra, ky është një kusht i domosdoshëm që ne na vë Krishti. Pra, si pasues të Krishtit, ne duhet të jemi në një vijë me të, të formohemi me të, të ngjasojmë atij dhe të kryqëzohemi me të dhe do të ngjallemi me të. Në qoftë se ne nuk jetojmë dhe nuk formohemi në Krishtin, ne nuk e ndjekim dot pas atë. Ne nuk e kuptojmë dot atë në vazhdim, por ne nuk do t'japim dhe as fryt. Dhe në qoftë se ne nuk jemi pra në një vazhdimsi me të, në një formim të vazhdueshëm me të, atëherë nuk jemi dhe nuk bëhemi dot bij të tij. Dhe me çfarë pretendimi do shkojmë kur të largohemi nga kjo jetë? Ne jemi ftuar pra që jemi të nxënësit e tij. Dhe kemi pranuar këtë gjë që të bëhemi nxënësit e tij nëpërmjet pagëzimit. Dhe ne jemi nxënës të tij, por jo simpatizant të tij. Ka një ndryshim të madh midis të qenurit nxënës dhe midis të qenurit simpatizues. Pra, nxënësi është në një shoqëri të vazhdueshme me zotërinë e tij, pra me Krishtin. Kështu, ashtu siç nxënësit ishin në një shoqëri të vazhdueshme me Krishtin, edhe ne jemi në një shoqëri të vazhdueshme. Shoqëria me të është pa kushte. Është një shoqëri besimi, ofrimi dhe sipas metodës të Krishtit. Pra shoqëria me Krishtin kërkon përveç besimit dhe një ofrim të trifisht, siç na kërkon vetë Krishti këtë gjë. Tho, moho veten tënde. Moho egoizmin tënd, këtë do të thotë. Moho arritet e tua personale. Ngreje kryqin tënd, ngreje vështirësinë tënde, përballu me vështirësinë. Nuk thot toleroj, lere dhe vuaj, por përballu. Por në vazhdim thot edhe eja pas, më ndiq. Pra ne jemi të kushtëzuar që duhet të ofrojmë patjetër veten tonë. Kjo shoqëri me Krishtin do të na jap fuqi, do të na jap ngushëllim që ne të përballojmë jetën, të përballojmë botën, të përballojmë rënjet si të botës ashtu dhe atë tonë. Duam apo nuk duam, na pëlqen apo nuk na pëlqen, vështirësitë që ne kemi në jetë ekzistojnë. Dhe do të jenë. Por bashkimi me Krishtin do të thotë një mënyrë se si ne duhet përballemi me këto vështirësi të jetës që ne kemi. Krishti nuk premton rehati, as lavdi, as kënaqësi të botës dhe as pasuri e pushtet. Jep bekim, jep hir. Patjetër të çdo njeri sipas mundit që jep. Prandaj udhëzimet e tij e përsëris janë moho veten, ngre kryqin, eja pas meje. Kështu, kjo është metoda që ne do të përballojmë atë çdo lloj vështirësie. Kujtoj edhe një herë, jo me metodën tonë mund të përballojmë vështirësitë.
por metodën që na shpalos Krishti. Mesazhi i kryqit është që ne na shoqëron dhe na rigjallëron. Na riformaton jetën në Krishtin. Shikojmë Krishti atë kryqin në kombinime të ndryshme artistike. Kanë mesazhe të ndryshme dhe ato. Po thelbi është shpëtimi dhe është Krishti. Kur sa herë që ne shikojmë kryqin. Prandaj në fund, vëllezër e motra në Krishtin, do doja t'ju thoja se kryqi është shenja e shumë nderuar. I vogël ose i madh, gjigant, apo edhe i vogël, apo edhe që ne mbajmë në qafë. Është në të njëjtën nderim, në të njëjtën vlerë. Është material të ndryshëm, floriri, druri, një formë tjetër, metalik e tjerë. Është me të njëjtin nderim. Pra, e njëjta shenjë, i njëjtin nderim ne do t'i japim me puthje, me litani, me procesion, me temjanisje, do ta mbajmë në qafë, do ta mbajmë në makina, do ta mbajmë në çantë, por gjithmonë do ta mbajmë në vende që do ta nderojmë. Dhe nuk e mbajmë në për xhepa, të ulemi mbi të, etj. Kujdes. Është i njëjta shenjë. E njëjta shenjë që po e respektojmë dhe i ulemi, i falemi, që e bëjmë, në njëjta shenjë dhe ajo që ne mund të mendojmë që nëse s'ka gjë se për çelësa është për një diçka tjetër. Kujdes edhe kur bëjmë kryqin. Do duhet edhe kur e shikojmë, por edhe kur e bëjmë. E bëjmë kryqin në ballë edhe tek kërthiza. Dhe pastaj tek supet. Disa bëjnë dhe kështu, me kokë poshtë. Pra, në vend që kryqi është me kokën lart, e bëjmë me kokë poshtë. Çfarë është kjo? Kuptohet që është pa dashje, por s'po e bën siç duhet. Dhe nëse dikush do ta interpretojë dhe mund ta paragjikojë, thotë po bëni me kokë poshtë. Po e çnderoni kryqin tuaj. Prandaj edhe kujdes kur e bëjmë me kryqin. Pikërisht shenja e kryqit bëhet për të treguar respektin dhe nderimin ton, por edhe që kërkojmë fuqinë e tij. Por jo ta bëjmë edhe mbrapsht atë siç duhet, ose ndonjëherë kështu. Çfarë është kjo? Në sa raste thonë po bjen kitarës, se nuk është më kryqja. Prandaj kujdes kur e bëjmë, sepse e bëjmë për shpresëtarinë tonë. E bëjmë për të treguar besimin tonë. Dhe do ta bëjmë siç duhet me tre gishtat dhe tre gishtat e parë të bashkuar në një unitet, atë të Trinitetit dhe dy të përkullurit. Pra që të mbështjellur. Duhet ta bëjmë kështu. E bëjmë në të djathtë, pastaj në të majtë, dhe jo në të majtë, në të djathtë. As me duar të hapura etj. Mund të shikojmë mjaft në për telenovela, në për televizore etj. Por janë të një kulture perëndimore, që ata e bëjnë ashtu. Ne lindorët, kisha ortodokse e bën kështu. Dhe le të mbetemi kështu. Ka një simbolik kjo gjë. Dhe është shumë e thellë. Dhe ne nëpërmjet kësaj simbolike shprehim edhe besimin tonë. Le ta bëjmë pra siç duhet. Pikërisht pra kryqi është pjesë e jetës tonë. Kryqi është ai që ne jep edhe fuqi dhe largon çdo magji, çdo gjë të keqe, syrin e keq. Sa herë që ju vin, ju mendoni që janë persona që kanë një sy, kanë një lloj lakmie, kanë një lloj çmire. Bëjeni kryqin dhe thoni lavdi Zotit, që ta thyeni atë syn e keq që ju vjen, që keni përballë. Ose keni një lloj frike, ose doni që të shmangni diçka, apo doni të përballeni me diçka. Bëjeni kryqin vazhdimisht, që të merrni edhe fuqi, pa dhe të prishet ajo dashakesia e tjetër që është përballë. Jemi në një përpjekje të vazhdueshme. Dhe ne nuk e dimë kë kemi të bëjmë her pas here. Dhe mendimet janë të fshehura. Prandaj i krishteri do duhet të përballet, por me dashuri edhe me armët që i ka dhënë, që na dha vetë Zoti, me kryqin e tij. Dhe me atë kryqit le të dëshmojmë besimin tonë. Amin.